Nuk do më dëgjoni kur të merrem me prokuror e gjyqtar, pasi secili prej tyre bën detyrën ashtu si e gjykon. Nuk do prononcohem kur për çështjen e nënhetim, pasi ato kanë rrugën e tyre, të cilën do e ndjek me diskrecion të plot, derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Por, unë si gjithë kolegët e mi të Partisë Socialiste, mbështesim reformën në drejtësi dhe produktet e saj, se ju të nderuar opozitarë që më ndihni nga kafja e parlamentit në këto momente, keni dy standarde për sa i përket reformës në drejtësi dhe për sa i përket SPAK-ut. Kur SPAK thret Saliun dhe Lozni ku kam qefti me zarfin, i cili është zarfi që pret 15 vite populli shqiptar për drejtësi, për një vrasje shtetërore në 21 janar, atëhere SPAK-u ndikohet nga Edi Rama.